Podcast me Majdjenin. Oh? Majdjen, cila është pjesa e trupit që dhem më shumë dhe kush e përballon më mirë, gozat apo çunat? Gozat e përballojnë më shumë, janë më të forta. Majdjen, atë ka ardhur një klient që të ka kërkuar të mbulosh tatuazhin cover up, një tatuazh që ke bërë ti apo? Po më ka pasur shumë. Më shumë janë ato që kanë shkruajt, ato që bën meci, sidomos kur janë shoqe ngushta. Edhe ajo shoqja i ka kap dashnorin shoqës, edhe mrapa thot, "Ua, më tradhtoj, po tradhtoj pra se ke parasysh ose merr burrin e bukur." Majdjen, sa vite ke që merresh me tatu? Kam 15, i kalova 15. 15 vjet. 15 vite, ha? U plak më xhaxhi, u plak më avje fsharra. Ka filluar të thonë xhaxhi. Në nxini edhe. Majdjen, cila është ngjyra që fshihet më shpejt? Mas ma thuj, ma emri Majdjen se ma ke thot 30 herë. Cila është ngjyra që fshihet më shpejt dhe e përdorin njerëzit kur bëjnë ai emër ndaj kështu apo? Ngjyra, kur bëjnë të gishtat, ke gishtat, Tek gishtat, nuk para mban ngjyra bukur, del shumë e keqe. Iqet, domethënë. Tash do na thosh tatuazhin më të çuditshëm që të kanë kërkuar me bë. Ky imi sot, ha? Sa ka zgjat tatuazhi më i gjatë që ke boti? Sa orë? 4 muaj, jo shumë. 4 muaj. 4 muaj. Se nuk kishim as krem pirsa si gjatë dikur, edhe i dhim të dreshit. Ka për përtit, e tuja për përtit ka i qik. Kuriz do me dhe një luan. Cili është një nga tatuazhet që e ke pas që e bëjnë më shpesh? Ato tashi se kam bë kohë të funit më, po ka qenë Infiniti. Infiniti? Infinitin e ka pas zi edhe në bu. Pa qa thurë, po kemi fillu të më dalë në nëndër. Ngresha mjes, qa do bëj sot Infiniti? Qa do bëj nesër Infiniti? Ardhe Londra Gjiu. A e sugjeron si punë tatu artistin për rinin që du me një si punë? Jore, Se sugjeron, do të punoj vetë. Do të punosh vetë. Do me mos tregun. Është zanat shumë i bukur, por me sa kam pas sot në treg kanë dalë edhe njerëzit se kanë iden fare tatuazhit. Ti tregoj me koka kështu, mos i bjem qafë burr. Unë nuk po them tash ti bësh gjithë perfekt. Po jam e qe drum fare, po dru kret më burr. Ka pas njerëz se sa kanë bërë tatuazhin janë bërë pishman. Për zotin po, ka qenë një gru që e përshëndes, domethënë bëri goca vet ishte 22 vjeç. Edhe bëri tatuazhin, dhe çam kujtove më. Edhe kur erdh mbrapa, mas 2 orësh më erdhme Me hesh. me gjithë nonën e vet. Kjo ishte 22 vjeç, ishte shkollart kjo. Me gjithë, e kishte bërë tatuazhin, kishte bërë për mamën e vet, si që kanë kështu mua, kur e provoj për herë të parë. Edhe kur erdh me gjithë nonën e vet aty këtë era, t'ja heqish thotë. Si t'ja heq më? Thash, kam një motër sharr aty mbrapa, me i put krahun, me marru punë direkt, i thash, s'funksionon se shumë. Edhe si përfundimisht, i thash, mas një javë, po i bim me lazi, i thash, ta heqim, domethënë ta heqim, se lazi ka shumë procedura, që duhet ndjek. Ka shumë sanë. Po, ta heqim, po nuk erdh më. U bind mami që du ta mande, pa. Ka për të mbrojë gruaja kur më shoh.